Të dashur shqiptar, sot kam mësuar se emri origjinal i bëryllit është bërul. Kështu është në gjuhën arbëreshe. Në një rast të tillë, kjo është një fjalë e përbërë nga fjala ber, që do të thotë hark, dhe ul ose yl në variantin e shqipes në vendin tonë, që do të thotë pikërisht ulna ose bryli në latinisht, por është dhe në gjuhë kelte, është dhe në gjuhën armene. Kjo ide shprehur nga shkrimtarë të tjerë, por ata kishin vetëm variantin yl të shqipes, ndërsa unë kam bërul, origjinalen e gjuhës arbëreshe që ka mbetur e pandryshuar që nga momenti kur ata lanë Atikën dhe Moren, pra kanë ardhur nga Greqia. Ky është dhe varianti i arvanitasve, bërul. Kjo është shumë e rëndësishme. Kjo do të thotë harku i harkut, fjalë për fjalë. Edhe ylberit, arvanitasit i thon arku. Pra dhe ylber, fjalë për fjalë do thotë hark, dy herë. Në gjuhën italiane, arco di balena, ose harku i vetëtimës, i shkreptimës. Pra është hark. Në italisht është arku, në gjuhën arvanitase është ylber ose ulber në gjuhën shqipe, dhe bëryl, harku i harkut është bryli, ngjashëm me ulna në latinisht. Ne nuk e dinim që gjuha shqipe është bie latinishtes nga pikpamje gramatikore. Pra kur erdhën romakët këtu, gjendën popullsinë indigjene. Ilirët praktikisht kanë folur gjuhën helene, por popullsia vendase e pushtuar nga grekët ka folur një gjuhë tjetër, dhe kjo popullsi pra është bashkuar me veteranët romak dhe ka lindur populli alban. Në fakt vet alban do thot njeri nga Alba Longa, dhe këtë thot dhe çdo dokument i Bizantit. Romakët qyshin albanoi, jo romak. Emri Albania është vënë kolonive të tyre në Iliri, edhe në Greqi. Albania, pra arvanitasit, janë bijtë e veteranëve romak, edhe shqiptarët janë bijtë e veteranëve romak. Fjala ulna përkon edhe me fjalën kelte për brylin, ujlin. Por është dhe varianti ujle, një lloj si varianti shqipes. Varianti ul dhe il është në gjuhën armene me kuptimin bryl dhe ylber. Pra fjala ylber është një lloj si në gjuhën shqipe edhe në gjuhën armene. Fjala bërul është një lloj si në gjuhën shqipe, gjuhën armene, gjuhën latine dhe gjuhët kelte. Për këtë arsye, unë sot kam vendosur këtë fjalë në rrënjën 469 të fjalorit indo-europian. Ka qenë atje, por në presionin që më shbër mua në internet, e kam hequr dhe sot po e vë prap, siç ka qenë në origjinal. Ju faleminderit për vëmendjen dhe mirupafshim në filma të tjerë shkencor.